الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الله أزباشك تجث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جماعت اندرشم الله جل جلاله وجل شانه për ju razit qoftë. Këtë ditë të Ramazanit Allahu Gjelle Gjelalu inshallah kabul e ban. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu atë që ka merë pa agjirut në e ban letë dhe kabul. Në të njëjtën e lusim Allahu Gjelle Gjelalu të izbret mirësit e vetan këto ditat fundit, këto sahat fundit këti Ramazanit. Allahu inshallah muslimanve ja u ban të mundur që vitin e arshëm Ramazanin në ato që ka janë gjallë të apritin me nimete dhe bereqetet sinqerta dhe me të mira dhe pranimet e Allahu Gjelle Gjelalu të veçanta. Ne sot inshallah për ju kemi vendos mas krirjes komentit surët Naziat në Kurani Kerim të bojmë koment surën prej surëve të shkurta suratul Fath, surën gjithësisht të cilën e knum në para ju e tashmë njëherë. A do të arrim, a nuk do të arrim me i komentu kejt ato që i kemi para pasët me i folë mas të dersi nuk e dim, po neve sana premton koha ashtë do të folim. Vllazër të nderuar, kjo sura të cilën e knum na me Bismillahirrahmanirrahim është njënja për 114 surëve në Kurani Kerim, të cilën e vete përmban disa elemente të cilët njerëzit me siguri se edhe ato që ka din ma shumë edhe ato që ka din ma pak prej këti Kurani përmensh, ato që ka din ma shumë edhe ato që ka din ma pak prej këti Kurani koment, mendoj se në shumicën e rasteve muslimanët këto gjanat mloja i blejnë lirë. A krojnë surën një si këta apo një si kjo, edhe nuk e përcjellin atë që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë Kurani Kerimin e kam zbrit me ba të dbir. Të dbir në gjuhën arabe do të thot me kriju në vetë vetën siguri, asi sigurie dhe asi elemente që me to në përmet shkencës futesh në mrëndësit e ti. Do të thot Kurani Kerimin nuk e kemi zbrit vetëm lezim, po e kemi zbrit lezim edhe ligj, e kemi zbrit kushtetut, e kemi zbrit regulore, e kemi zbrit sinjal me të cilin fitohet kjo bot edhe bota tjetër, mirë po ai don studim. Lijet dabbaru, Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, e kemi zbrit Kurani Kerimin të cilin duhet të lexoni dhe mbite me vite e me vite me radhe me shekuj deri ditën e fundit studioni, për shkak se ki kitab ja vjep juve çdo ditë mëngjes kuptimet e veta të reja. Kurani Kerimi vetëm ki edhe asnjë libër tjetër ja vjep çdo ditë kuptimet e veta të reja. Mirë, po çka lip ki për juve? Lip prej juve ki studim, lip prej juve leximin e vërtet, edhe lip shtimin e kujdesit në çdo moment. Çka janë ato gjana të cilët në këtë sure kanë ardhur, edhe tham nëse në shumicën e rasteve besimtarët i lexojnë, kalojnë mbi to ose i kuptojnë pak e i blejnë lirë. Në signalet e para të kësaj sure, e cila është surja e fundit, e cila ka zbrit në Kurani Kerim fillim mbarim. Çka do me thonë këto fjalë? Këto fjalë janë të parën herë kur të ngohen prej hoxhës pa kuptueshme. Surja e cila ka zbrit e fundit fillim mbarim, do të thotë, nuk është kjo sura ajeti i fundit i cili ka zbrit Kurani Kerim. Ajeti i fundit i cili ka zbrit Kurani Kerim është suratul Baqara. Allahu Gjelle Gjelalu thotë: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun." Mirë po, si sure komplet me Bismillahirrahmanirrahim
me fjalën e parë të asaj, edhe me umbil, me e pru Gjibrili për një herë, e mrabja sura është kjo surë që ka zbrit. Edhe një herë pra, surja ka zbrit surët Idha Jaa si surë komplet, në radhën e surëve që për një herë kanë zbrit në tokë, kjo është e fundit. E kuptum se nuk është prej Kurani Kerimit gjoja e fundit s'ka ka zbrit. Ka zbrit me herët, para se të thosët Kurani Kerimi një kohë. Mirë, po shka përban vete, është një gjohë, e ban vete një gjohë e cila i ka shky perdët e një gjohës. A Kurani Kerimi gjithë e dim në spjegimet e tona, që i kemi bo për para, dhe ulemot që në kanë spjegu, se Kurani Kerimi me ajetet e veta, i ka largu, i ka shky 3 perde. Ato janë, perdja kanë thonë ulemot, perdja e të kaluarës, perdja e tashmës dhe perdja e ardhmërijës. Pra këta ka bo vetëm Kurani Kerimi prej librave. Në ka kalzu për të kalumën, në ka kalzu për të tashmen, edhe në ka kalzu për të ardhmen. Kurse qërat libra shka kanë bo? Në kanë spjegu për atë që ka kalu, ose janë mundu me në spjegu shka ndodhi prom, libri Kurani Kerimit i Allahu Gjelle Gjelalu, kjo 3 perde të kohore i ka shkel, i ka shki të 4, të 3 perde, ka thonë, për të kalumën o Muhammed, sinqertën dhe të vërtetën shuplakën e dorës e ke. Për tashmen, të vërtetën edhe aqka me sinqert, po të afrojmë shuplakën e dorës e apja umetit, edhe po të spjegojmë ate që s'ka mundësi me e bo kurkush, po të spjegojmë edhe për talmën. Për të kalumën shka ka thonë? Ka thonë, hal atake hadithu Musa, ja Muhammed, për njarjet edhe njarjet lidhje me Musa a.s. A ka med dishka mbi tokë të vërtet? Nuk ka med gjo, pra urdhno, që në Kurani Kerim lidhje me Musën, kejt originalin për ta japim. Kjo është të kalumës. A ki dëshirë me ditë për Ibrahim a.s. Hel atake hadithu dhajfi Ibrahim, al-mukramina idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala la ta'kulun ila akhir al-aya. A do me të kallzu për misafirët e Ibrahimit? Kur ka ardhe, ja ka pru vichin e pekëm më njëherë, hala pa i vetë si e qishje, ja ka pru vichin edhe i ka thonë, pëse s'pohani, kanë thonë, na nuk kam, se na imi qëtër kush. A mësove për Ibrahimin, kja është originali pra. A do me të kalzu hala me herët se Ibrahimi, a ki dëshirë me të kalzu? Me herët se Ibrahimi ka pas një njëri emnin Adem, i kemi thonë, ja Adem uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min al-khasirin. O ti Adem edhe gruaja jote hinin në xhennet, hani pikejt pemëve veç pisha se pemëve mos hani. Këto perde, këto cëllës ko janë të kalumës. Ne të mësojmë tije për gjanat e sakta të cilët i kanë ndryshu njerëzit me dorën e vetë, tregojmë për realitetin e të kalumës. Tashmës ç'është momentalisht, ti kur jeton e Muhammed, a ke vuro se di shok prej shokëve tu ju ka ndodhur një problem edhe nuk kanë mujt me zgjidh vetë, kanë ardhur te ti, kanë thonë ja Rasul Allah. Këtë probleme kemi. Ka thonë Rasulullah a.s. Ja ka zbrit vahi, ja zbrat sonte, ja do zbrat nesër. Ka thonë ja Muhammed, kalzëna për ahlil kahfin jehudët, sa vetë kanë fletë në shpel, Rasulullah i ka thonë nesër. Kanë arë nesër s'ka vahi, kanë arë mas nesër s'ka vahi, 31 dit me radhë majs brami, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka pruni sure komplet. Surja ka emnin Suratul Kahf, është gjuzin 15 në Kurani Kerim, ka përfshi këtë ngjarje edhe shumë ngjarje qera për dobit e islamit edhe muslimanve. Në mesin e kësaj sure, Allahu Gjelle Gjelaluhu i tregon ç'është ka po të pyesin. Kja problem shumë i vogël. Falabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Kanë në shpellën e vet 309 vjet u kri. Kto shtipot vesin tije. Dvesin tije ja Muhammed. Ngjarja e Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Ngjarja e Aishës ka ndodhur në kohën tonë. Në 6 vjet hijretit, muin Shaban, në luftën e Beni Mustalikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka zhvillu këtë luftën i kru, e ka pas emrin Kroni Murejsia, ka kthi prap, ka ndodhur çka ka ndodhur me iftirajat e ative që jetojnë vetëm në iftiraja edhe kanë qef atë ndershmin të mposhtin, nuk gjojnë metodë ndryshe çish me mposht, ja e prekin pasuri, ja e prekin nder, ja e prekin dituri, ja e prekin aftësitë e atij, ja montojnë tekste, ja montojnë kaseta, ja montojnë programe, ja incizojnë videoteka, ja incizojnë kaset kasetofoni, ja dalin televizor, ja ta morin vitrën, me vitrën tonë shkojnë Zvicër, e bojnë Zvicër kasetën për ata haramave atje, shka din vetëm haram me bo, vinë ta qesin tije për para, ta shëmtojnë hoxën tanë, ta shëmtojnë shoqin tanë, ta shëmtojnë minarën tonë, ta shëmtojnë gjematin tanë,
e i bojnë nimi bagatel, a majs mrami ta qojnë blokin e fitrës, me jadhon fitrën, me bojnë bagatel për mi bagatel, e ti me ndonë se kejtë fund janë dushku në regull, e iftira për mi iftira, biftan për mi biftan, dilin gjillëk për mi dilin gjillëk, edepsëzlëk për mi edepsëzlëk, kofër për mi kofër, nifak për mi nifak, munafiklëk për mi munafiklëk, e din e pa din, fe e pa fe, ti të kujtu se për një me po në gjanë dishka e madhe, në këtë popull, ti të mendojsh ti se për një me, kishka po ta mëson dinin a i qetri apo a i qetri, të mendojsh ti se për një me ka dishka këtu, e kejt kjo majs mrami anë shushlek, kejt kjo majs mrami a bërlëk, ju bojmë selam nemën të kësaj sure, edhe nemën të mujt Ramazanit, nemën të këti gjemati, nemën të Allahut, kejt ative njerëzve shka i bojnë ato punë, se për kësi punë argumente nuk kanë, për kësi punë janë shpifës, për kësi punë janë mufterin, prej të vërtetës këtu nuk ka kur gjo Allahu Gjelle Gjelalu i marrof, në këtë bot ditën e pazarit kanë thonë flesh, i marrof të Allahu Gjelle Gjelalu ditën e kiametit, kur dalin para Allahu Gjelle Gjelalu, e të marrum janë zati Allahu Gjelle Gjelalu marrët javështof, pse i prej kësaj nuk ka kur gjatë vërtet, dini Allahu ta i pasër, ulemate islamit janë të pasër, ato kësi gjona që shpo mendon dikush kur s'kanë bo, as nuk bojnë në armëri as njëherë. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu gjithmon ka qenë me sinqertit. Pse pa i ceki këto fjallë? Jo me shpre epsh, po du me spjegu një sure prej sureve të Kurani Kerimit mashtore. Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu, idha jaa nasrullahi wal fath. O Muhammed, një gja prej gjanave që ka me të ndodh, po të lajmërojmë qish herët, po dojmë me shki perdën e admërijës, po dojmë me të lajmëru herët o Muhammed. Shka është ajo shka po dojmë na me të lajmëru herët? Ajo është ajo se ti një dit prej ditve ke qenë shpel edhe mendojshe për punët që mendojshe, a punët që mendon të a i kemi spjegun të kaluarën se kjo punë nuk shkon kështu, nuk vërro se qika 7 veçare e gjallë dhe nuk është regull, kjo kësaj duhet mi mu dikush ka pak, ti atëherë ishe në kujdesin ton, na ti jetë në të morëm në njëhije e vahjë dhe të azbritëm ajetin leza. Me këtë ajet kur e ki pranu se këtë parën herë prej neve o Muhammed, ke qenë shumë i dëshpruar, po edhe ma i dëshpruar ke qenë kur a i plaku, a i gjali i dajes, shoqës tande, kur të ka lajmru a i se me këtë ajet, me këti ajeti shka do të redhin qerë, me këtë Kur'an, me këtë thirje, me këtë levizje që për e ban ti, nesër do të përzinjesh prej vendit tanë. Anë miqët do të përzon, anë miqët e tu i ke 2 pjesë dam, do janë mushrikin, do janë munafikin, do janë mushrikin me balë ju shkruun, do e lajmërojnë islamin, a munifak kanë mrena, nuk kanë din mrena, po kanë sinceritet me emën, kanë sinceritet në klapa, kanë sinceritet në thojza. Këta do të përzon ja Muhammed, do të përzon prej shpijës tonë, jo që ti e gabim, jo që ti e gabim, ti je duke e qunë ven rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, wahin e Allahu Gjelle Gjelalu, ama ato do të përzon ti e. Atër dhije nuk do të lonë as gjosh ka është me poshtër pa ta thonë. Jo për qëtër, për shkak se ne ti e për spjegojmë pitit të sparë, se kemi me ta lonë një gjoh, e cila e ka emnin o Muhammed në qil, leuhi mahfuz, e ka emnin Nasrullah, ndihma e Allahu Gjelle Gjelalu. Ketë kemi me ta lonë nesër. Wala jansuran në Allahu men jansurhu. Ti do të ndihmojsh dinin e Allahut. Ne do të ndihmojmë ti o Muhammed. Ne do të ndihmojmë ti. Ti do të ndihmojsh dinin e Allahut, ne do të ndihmojmë tije. Reciprocitet. E ndihmojmë vetëm atë që në ndihmon. Unë i raha prej mekelive me qenë ndihmuar nesër, unë i raha prej njerëzve në Taif me gurë, prej robëve të një qitetit, me mredhë muë kria gjatë, prej kupës krajas e terin kom, e me më shku gjaku i për nga mërlëkit i ndershëm për toke, e unë me undihmu me dalë puna e me në shash Allah, unë me mi marë shok të mi, si familjen Jasir, e nonën e Sumejjen, me shtiz në bark, me varos në zjarë, edhe burrin e asaj, e gjalin me lirë, e me raskapit me e qumë me zërë muslimonin e vërtet, me thonë s'ka zot, terin qaq me ba zot, unë me triumfu, unë me qenin ndihmu, si mundët, me lidh kontrat, me Suhejli, në të cilën kontrat në Hudejbije, të gjithë sahabët radiallahu ta'ala anhu, ishin dëshprum, qak njoni prej ative, emnin Omar radiallahu ta'ala anhu, e ka ngrejt shpatën, ka thonë ja Rasul Allah,
nahnu la na'ud, tha na nuk themi në Medinë, na him Kabe. Na him Kabe, tha ja Rasul Allah, nuk themi na. Tha Rasulullah a.s. na do të themi. Abu Bakri radiallahu ta'ala anhu ka ardhur e Umari ka thonë, ja Omar, elzem gharzak, innehu Rasulullah. Tha ja Omar, ti ai që e qunë kam dhe po thu, se unë do të hinë Kabe dhe qare qëtër nuk ka, se Rasulullah në Medinë më ka thonë, la të dukhulennë al masjid al haram, insha Allahu aminin, muhallikina ruusakum, مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. A kam një për pejgamberit Medine se ne do të him Kabe dhe thash të Umeri unë do të him Kabe. Ka ardhur Abu Bakri ka thonë ja Omar ilzam gharzak ilzam hududak ndalu të kufinjat. Innehu Rasulullah. A din ti traktatin kush atë në nënshkruajt? Traktatin me Suhejlin atë nënshkruajt Rasulullah i pejgamberi Allahu xhalla xhelalu. Aja më mëson se ne edhe se unë edhe se ti. Aja atë nënshkruajt. Në kësi momente Allahu xhalla xhelalu me izbrit një kësi sura i cila flet në këto momentet rana, këto momentet vështira, me izbrit një sura apo një ajet e cila i thot ti do të ishe i ndihmuar, ti do të dilesh selamet në kësi raste, ju do të fitoni në kësi raste e vështirë shumë. Mirë po, cila pun bëhet vetëm ajo e cila Allahu xhalla xhelalu për ta ka thonë ka me u bë. Fa idha qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. Si doja me u bë një gjë ajo vetëm bëhet, edhe s'ka ndryshe asnjë mënyrë. Vetëm që ka hartu Allahu xhalla xhelalu. Ka thonë idha jaa nasrullah o Muhammed, a dit kur të vjen ndihma jeme, pra Allah s'ka ardhur. A dit kur të vjen ndihma e Allahut, kuptohet më njëherë se halas ka ardhur, do me thonë henez do të vjen. E po kur pra ja Rabbel Alamin, a dit o Muhammed, kur ti qitësh kejt kokrat e bereqetit kësaj ndihme, kur ta livrojsh arën shumë mirë, kur të vujsh ti të ujit, kur të mësosh ti këtë pëmën e Islamit me e ki mirë, kur t'ja bëjsh kësaj pëmë kejt hizmetër, për këtë din kur t'i ipësh kejt kurbanët, komplet sa kurbane meriton kjo feja me i dhonë, kur t'i ipësh kejt sa kurbane, kur t'i qindrojsh kejt iftirajave gjahilave, kur t'i qindrojsh kejt biftanave pozitagjive dhe karikagjive edhe idiotave, të cilët në emnin e Islamit shpërndajnë kufër, të cilët në emnin e Islamit shpërndajnë jo din, kur t'ju qindrojsh kejve këtive edhe të rish në mesin e popullit tënë, sukur shka kenej në luftën e Hudejbijës. Tha Abu Bakri radiallahu ta'ala anhu al-jawma la yujadu hazima liannana kathir. Tha sot nuk humb mina, tha se jemi boll, ishin kalaballik i madh. Allahu xhalla xhelalu pa thonë ndryshe, nuk luftojnë muslimanët me numër, tha muslimanët luftojnë me din. Nuk luftojnë me numër, muslimanët luftojnë me din. O Muhammed, luftën e Hudejbijës, kur muslimanët u mbështetën numër, kur mendojshin ato se me këtë numër do të triumfojnë këtë luftë, a dit çka ndodhi? A dit ju tregum botës se numri nuk e lun rolin kryesor, në të njëjtën kohë ja tregum një gjë me rëndësi shumë popullit se çka do me thonë Muhammed, çka do me thonë fjala Muhammed, çka do me thonë fjala Rasul. Ai ishte i kam ngullun edhe në devën e vet i hipun, atë ushtarët e tij kishin ik, ja kishin lanë veç vetë sahabët, numëri madhi ative me kishin ik prej të merit ushtarit anmikut, shumë ishte i rrezikshëm edhe armatosur, e kanë lanë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam këtë ditë veç vetë, për shkak se ishin mbështetën numër jon Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla xhelaluhu i ka kallëzu Islamit edhe muslimanëve deri ditën e Kiametit. A doni me ditë çka do të thonë Rasul? A doni me ditë çka do të thonë fjala ndihem? Rasulullah i devën e vet, i ka thonë Hazreti Aliës, ngreje devën. Ka thonë ka ta ngreje ja Rasulullah, ka anmiku jem ngreje. Jemi veç vetun edhe ti, nuk prish pun, edhe pa ti e ban, drejto ma drevën drejt anmikut. Anmiku Romak, i armatosur, i pregaditur për shkatrimin e të vërtetës, anal vet hu, veç vet, hu një njeri veç vet, pra ndëgjën e fjallën vet gjëmati jam i ndershëm, ndëgjën e fjallën veç vet, edhe shkatron e harron e gjithmonë mo atë tezën se shumica është gjithmonë drejt, jo, shumica nuk është gjithmonë drejt, se shumica 99% me qenë, si dalin haramat 99 harama, edhe karshin një halalit, qaj halali veç vetë në drejt.
Në islam kësi pun ka. Kjo shumita, kjo është për qëtër ka. Kjo është birë shpirë, kjo sa e jonja. Kjo nuk është e vërtet. Në disa raste vetëm është e vërtet. E thonë, ana nëbiju la këdhib. Thonë, anë mik. Afronu orë mek. Unë jam rasuli dërguari Allahu Gjelle Gjelalu. Ana ibn Abdul Muttalib. Unë jam nipi i Abdul Muttalibit. Urnani si të keni dishka. Vetë. Ku janë ushtria islame? Ku kanë qenë ushtarët e Muhammedin këtë ditë? Kishin mungu prej frigës së ushtrisë së anmikut, se në vetën ishin pushtet në numrin e vetë. Ne jemi sot kallaballëk s'hupim. S'prish punë, si t'jeshe me të vërtetën. Veç vetë. Ka do ta ndihmoj Allahu, të lënon onën e vërtetë. Sa njerëz janë nuk janë. Sa njerëz janë nuk janë me rëndësi. Hazreti Omeri e ka manifestuar në shpirtin e vet këtë punë kësaj lufte, edhe për atë shkak një ditë për ditëve tha: O Rasul, o i dërguari Allahu Gjelle Gjelaluhu, o i dërguari Allahu, lau an gjemia man fil ardi kafaru, lema kafara Omar. Tha me qenë se kejt bota shkojnë kufër, as njas jetë musliman, veç unë e vetë kam me me. Do të thëtë, nuk jam a i shka, shkun kejt, shkova dhe unë. Po kejt bota 5 miliard, kejt në kufër, veç unë e vetë kam me me të musliman. Tha Rasulullah, ja Omar, لو أن من في الأرض جميعا دخل النار إلا أنت إلا واحد لكنت أنت يا عمر. كيد بوتا ناصر مهين جهنم veç njonit me alon Allah i gjennetin ti je qaj. Disa vlaza i kanë ngrejt kokat sot në këtë zamanin ton gjematin deruar. Po mendojnë ato se ndoshta fëlqit, ndoshta lapsin, ndoshta fletën, ndoshta mjetin e informimit, ndoshta gazetën, ndoshta vijen e shkruar, janë profesionalizuar të, veç wallahi l'azim, billahi nemën të Allahu Gjelle Gjelalu ju bojnë be, se nuk kemi dert sa njerëz në sulmojnë për argumente, nuk e kemi dert as një kaqore, nuk në mërzit kaseta e kastofonit, nuk në mërzit kaseta e videos, nuk në mërzit shpifja, nuk në mërzit biftoni as pak, ne jemi të kam ngullën fena Allahu Gjelle Gjelalu, deri ditën e kiametit mas ti do të qëndrojmë, nuk në mërzitin biftonat as pak. Edhe atëherë kur bota e lajmëron se kejt 5 miliard vetë kemi lon, edhe atëherë nuk në mërzit. Nuk në mërzitin kur kosh neve me është një gjanë në mërzit hu. Neve në mërzit një gjanë, ata e lajmërojmë sot një qinien e mëram të Ramazanit, vesh një gjanë në mërzit. Ajo shka në mërzit neve, është insha Allah, Allahu Gjelle Gjelalu neve nuk kanë jidhrua. Vesh kjo gjanë në mërzit. Këto qerat nuk në mërzitin, për shkak se e kemi osovinën, e kemi oskin e ranë shumë, kejt bërloqët e gjahileve banë miqit, e kemi shumë u borën e marë. Kush ka bërlok prej muslimanve në ta qesin u borën tonë, se e zes prish pun, a zemra ka me met prap e madhe, zemra ka me met prap, në zemrën tonë shkruan popull, edhe këtë fjalë mos të ne hek prej zemrën tonë, kur kush, në zemrën tonë shkruan gjemati muslimin, ato shka vime a dëgjun gjami, këtë fjalë së në i hek për zemrë kërkush, në zemrën tonë shkruan musliman nderuar, të cilët në kanë dëgju dhe në kanë dëtë në ndëgjojnë në almëri, këtë asë në i hek për zemrë kërkush, në zemrën tonë shkruan fjala popull i dashur, këtë asë në i hek kërkush mo, se popullit e na gjithmonë ka me met i dashur. Ne nuk kemi gjilpana, ne nuk kemi pejt më sheft, ne nuk kemi fije në gjep me ju kalzu poplit, qisht gulfatim me pe, shka nuk e shefti se sa i hol, as kësi pej, as qirë nuk bajmë me veti. Ne bajmë me veti një gjoj e ka emnin, idha gjaa nasrullahi wal fath, prit një bura, nësë mërzitni, ka me ardh dita, kur ka me triumfu dini Allahu Gjelle Gjelalu, kur ka me dal në shesh e vërteta, kështu Rasullahi ti ka premtu Allahu Gjelle Gjelalu. Dijona, nasrullah wal fath. Shka janë këtë dhja? Ndihme Allahut edhe shpallja. Pse di gjona? Dhe në ka me ardhë ndihme Allahut edhe shpallja. Për njonja apo? Pse di? Dhe ndihme Allahut ja Muhammed në luftat që do të hishti me ushtrit e tua, të gjitha do t'jenë fitorën tonë. Kjo ndihme Allahu Gjelle Gjelalu. E shpallja shka është? Shumë njerëz do të kalojnë këtë din të i pa bukurit edhe vlerat e këti dini pa luft. Kja fetih. Pra, me këta, lirisht, e ngreni kishtin ka të shëtit në përbot, edhe lezoni dhe vista e letra se orientalistat evropian, kanë thonë më shumic se islami ka hin din me shpat, muslimanat e futin njerin me shpat në fejën e vetë,
keni argumentin e gjallë, thuj jo bura, apo na kallzoni ju orientalistat evropian, se në Indonezi cëlla ushtri islame ka shku. Pytni, lirisht, thot në Indonezi 165 milion islam një shtet, cëlla ushtri islame ka mri, s'ka përgjigje. Malezi, cëlla ushtri islame ka mri, s'ka përgjigje. Nigeri, cëlla ushtri islame ka mri, s'ka përgjigje. Në Afrikën e Mesme, cëlla ushtri islame ka mri, s'ka përgjigje. S'ka përgjigje. Allahu Jalla Jalalu ka thënë idha jaa nasrullahi wal fath. Këto ku ishite tu, që po të sulmojnë shumë o Muhammed, që disa prej tive i kimi gjallarti, edhe shokët e vetë, edhe aleatët e ative si fiset Medine që ishin Beni Kurejza, Beni Kajnuka, Beni Nadir, edhe disa fiset qera Arab, Eusi edhe Khazreji, këtoja Muhammed kejt kanë mëra, mësë mërzit, ndihme Allahu Jalla Jalalu me tia, mësë mërzit heq. Wal fath, çka ka me ndodhë më vonë, është kejt që tërsen. Wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kime i pa njerëzit të kalun din grupe. Cëlla fisi për një herë. Cëlla fisi hinte në islam për një herë. Ka me ndodhë dhe kjo. A thu Muhammed Mustafa me vetën ka fol, ka thonë. A thu për një me, unë e përjetoj. A thu unë e për një me do të përjetoj. Që cëlla një fis të të kaloj në islam për një dit. A dhe unë njetën teme do të përjetoj këta. Dhe një Rasul Allah, premtimi Allahu Jalla Jalaluhu, se një dit për ditve me thite tu ki me pa, cëlla kontinenti tu kalu në islam. Jo një fis, cëlla një kontinent tu kalu në islam. Qka u murë vesh? Nasrullah, dhe të thët njerëzit dhe të hindi, ka nja. Edhe ti me to, dhe të ngritësh. Allahu ma izzil islam e bi ahadil omarajin. O zët, ndihmoje islamin me njonin pja omerave. Njoni e kishte emni Amr ibn Hisham, e ka pas emni Abu Jahel Gallapin, Jahannem ka shku. Njoni Omar ibn al-Khattab, kur a bo musliman a dite, a gëzu bota, janë gëzu shpendet, a gëzu toka, a gëzu qieli, janë gëzu kafshët, janë gëzu fmit, janë gëzu të mdhejt, janë tut almiqt, janë tut poshtrit, janë tut doptit. Kejtë të punë ka ndodhë me të kalumën e njorit në islam. Si, shumë let, a i për të cili nuk kanë prit me kalu në islam kur, se kur kanë shku gratë edhe muslimanët 15 vetë në Etiopi, në hijretin e parë, gruja Gjaferit, e kishë zatet Omeri. Omeri halaj o musliman. Tha, ila ejna ja amat Allah. Tha, për ku jeni nis, Omeri? Qardak, jo musliman, qardak, pa parmok. Tha, ku jeni nis? Tha, jemi nis me shku grua. Tha, jemi nis o gjali Khattabit, me shku me një vend ku Allahu do të në mbroj për juve, për i dorës tanët dëbët. Tha, sahabakumullah. Tha, Allahi ju qoft me juve. Ka ardhë kjo të burri vetë Gjaferi? Tha, shka fole me Omerit. Tha, me Omerit, tha, sot e ka fol një fjallë shumë që diqme. Tha, shka tha? Më tha, Allahi me juve. Mere vesh, sa kanë qenë njerëzit dëshprum, sa ka qenë shpresat prej këtia do tjetë musliman do njëra, do tjenë të larë këta. I ka thonë groz vetë, a më thas shpirti helbet që kitë njëherë pëse e ka forë atë lafë do të bëhet musliman. Tha, wallahi, magari babës këti, tha, ma shpejt kalon në islam se ki. Tha, magari Khattabit, tha, ma për para kalon në islam se që kish ka të ka folë, që ka të ka thonë ti Allah i kof me juve. Mirë po, pjanë me kajizin e njerëzis, pjanë analogjin e njerëzve, kështu njerëzit matin, Allahu Jalla Jalalu e ka kanarin e vetë, a veç me kanarin e ati shka të matët, veç ajo realizohet. Në ditë për ditëve, shpatën dorë, trimi madhë, i njohur në botën arabe 10 milion, i pa shoq në trimni me shku me e preja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me shku me i dhonë fun kësa i punë dhe me morë fun me dorën e ati kjo gjash ka po vujnë gjithë ki popull për i këti njeri 3 taze me këtë fetre e taze si pasative. Mirë po, një miskin në rrugë e ka patur shku dorën e ngejtur, shpatën e hapër, tha ja ilahene e Omar, tha për ku je nis, tha aktulu Muhammeden, tha jam nis me shku me emit Muhammedin. Tha ku je nis? Edhe njëherë, tha jam nis me shku Muhammedin me prej. Haja. Se me prej? Tha që për punë që ka po i banë? Tha po që kish regullim tjetë ka hinë familje, shko shire familjen tonë, le Muhammedin. Se tha shka ka? Tha po Fatimia, tha ka kalun islam motra jote o gjallë, tha me gjithë dhondrë. Fatimia, me gjithë dhondrë, motra jote në qatë feja ashë. E shko drejtoj një arë punën të shpia. E ta një herë, shko Muhammedin qire. Ja kanë qelë derën. Tha, motra vetë ka thonë, ja kam një dhe hapat pilarkë, se e ka pas të hesmën e veçantë. E ka pas hesmën e veçantë, tha, ja kam një hapat, e kam di që vlavi ema.
Bërë letrën shka jetu knusa. Jo, motër. E motra e trimit, trimnesh, o burra. Motra e trimit, trimnesh, ta. Jo, tha vllavi jem, këtë letër ti së në prek, tha, ente në gjis, ti e i fleq, ti e pis, ti e pala. Kjo është Kurani Kerim, kjo a fjallë ndershme. E ka bo me gjak motrën, e ka sulmu fizikisht, e ka bo motrën me gjak, edhe ka i ka shku të shpia, ala pastru, dhondri i shkreti, shka se ka Omerin vlla, edhe shka se ka Fatimën motër, kishin nërminder. Ka i, e qme prit, ki dhondrë, ki i qetrit fis, ajo motra e trimit, trimnesh, po qindran gruja, burri ka i nërminder, pra dhe gra pas ka trima, po. Edhe gra pas kanë këtë dinin ton, shka kanë kalzu e i kanë nuk gurë këti temeli ki uji islamit me shku hala ma tanena, hala me rëshit, hala me redhë mirë. Ta se ne prek ti këtë letër. Ta shko laju. Shka me bo, motër trimi, shka me bo? Ka shku a pastru, Omeri ka ardhë dhe njëherë, ta pëma letër në takshiri. Na, që ta shurë, na. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله العظيم. Omerit tu di kupat e gujve ju kanë dridh mirë, e kanë lishu gujzan tok me lezimin e këtive ajeteve ku Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë surë Taha i drejtohet njerëzijës në përmet Muhammed a.s. edhe i thot, o Muhammed, këtë Kurani Kerim nuk ta kemi zbrit vetë vetën helaq me bo, ta kemi zbrit me i hek, shka ka që regullim në bot me e fut në regull, këta e kemi shdip infrastruktur shpirtërore, njerëzore, sociale, morale, ushtarake, shtetnore, ndërshtetnore, nacionale, ndërnacionale, mbinacionale, kombëtare, mbikomtare, mbi të gjitha e kemi zbrit këtë Kurani Kerim, kejtë këtë i përfshin kja ajet i par, anë mere dhe e ka studiu mirë, jo si na, e ka studiu mirë. Kjo fjallë të se e njerit. Këtë fjallë njeri u zdi me pol. Në që ka që fjallë qkurta, me shti kejt botën mrena, kejt kohat, kejt vendet, kejt kombet, nuk mundët njeri u zdi kësi muhabeti. Drejt të Rasulullah a.s. shpatën e ngrejt. Prap shpatën e ngrejt me. Trim në gjahilije, trim në islam. Tucit tuc kursa musliman, tuc kura musliman. Trimin të dion të trim. A pa shpatën e ngrejt me. E kanë këshirë shokët për birën e derës, të ardhe i kanë kalzu Rasullullah a.s. Pa ditë se që tash me shfar një jetë ja të ardhë, se ja dishin një jetët e para dajma. Thanë, po ven, ja Rasulallah, po ven. Tha, për e të veni, kusha Omeri, tha, po ven me shpatë ngrejt me. I që s'ka folë Rasullullah a.s. A i rahat, a i shpirti madh, i qetë, rat. A që një prej trimave i cili, 3 ditë për para kish kalu në islam. Trim bi trim bura, trim bi trim. Tha lënë, tha qelnja dirën. Si të këtë ardhë për hajrë, mirë se ka ardhë. Si të këtë ardhë për dë një dam qeter, do t'ja heki tha kokën me shpatën e vetë. Si të këtë ardhë për mirë se ardhë. Si të këtë ardhë me një mendim qeter, tha unë kokën me shpatën e vetë. Jo me temën e hej, jo me temën, me të vetën. Omerit, ki qetri e kishte emrin Hamza ibn Abdul Muttalib, agja i Rasulullahit a.s. Trim bitrima. Shka ta mërmenja, një hoqë me një fshat si Slupçani, apo me një fshat qeter në gjematin e vetë, mi pas një 13 gjem, mi pas një 5-16 gjem, apo mi pas një 30, që shkish me qenë gjarja atu. Të më falni gjemat, të më falni, e keni vejgjip, e keni farz me u fresku pak. Trit halama mirë se plesht në kanë dhonë boll, plesht në kanë dhonë sigurest madhe, plesht në kanë nderu sa duhet me në nderu dhe ma tepër se sa duhet. Prej rinijës kërkohë që ti qelin sinë. Këto lojna që ka pëlluën kohën e fundit kanë qëllime. Qëllimet e këtive lojnave janë njerëzit me rujt karikën shka i kanë, njerëzit me rujt pozitat shka i kanë, njerëzit me rujt emna shka i kanë, kejt karikat, kejt pozitat, kejt emnat, kejt për har ju kofshin. 1 milion har ju kemi thonë haptas, për har ju kofshin deri sa tjetë kjo botë. Lina ta spjegojmë islamin rahat, lina të punojmë me gjematin tonë rahat, lina të qarkullojmë popull rahat, kejt për har ju kofshin. Ama në gjemat duhet me pas Hamza, në gjemat duhet me pas Omar, njoni do ven me të pre, njoni do me shpatër e ati e pres. Musliman, apo në akojnë të me spjegu për këto dajma. Duhet me pas, apo ki qef dajma, a i ka në akojnë, apo a i shumë ka në pas kontrim, po dhe, a i a kontrim, prej ti e shkalip ki zamanishtit,
Ai po, a kontrim, ama së në pëqot a i pivorit me ardhë, që të neve për na ven ka prapa diçka. O, me u trazu shti Umeri, edhe Hamza, me u trazu me ardhë në gjamien tonë, me spjegu, ato me ardhë këto të na majsë pari një herë që une, duhet me shdip të ju mingu bashkë, ato mingu me juve. Mingu ato, se ato mo spjegojnë. Mirë, shka me bo? Ato s'janë mo, ato kanë vdek, ki islami prej neve i lip trim ato bura, prej neve lip kurbana, prej neve lip gjem, shka kanë gjakun e vetë vakëf, fjallën e vërtet e folin momentin matë rëzikshëm. Pineve, ta shka imi të urnu. Si gjem, kur ka him rejna ka thonë, ejna Rasulullah, kua Muhammedi? Thonë që? Tha ja, mirë, shka u bo? Trim, bitrim, njone ata të tja heki shpatën me krinë me shpatën e vetë ajo. Kar ka him rejna. Tha ja Rasulallah, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Prej tashe të këne dëshmoj, se Allahu Gjelle Gjelalu a një dhe ti e Rasul. Dëshmoj me zemrë dhe deklaruhem me goj. Kejt për nga meri a.s. edhe kejt shok 37, shka kanë qenë në dhomë kanë thirë, Allahu Akbar, fjalë prej të cilës prej ven marë gjamatit tonë, fjalë prej të cilës tutën edhe muslimantë, sot se mo, qafirat po se po, fjalë prej të cilës tutën njerëzit shka vinë mu falë, humarat ja Allahu Akbar, shavikat kaj, 5 herë një në zonë në Allahu Akbar, a privat me thonë dikush Allahu Akbar, i ven pak si tharë. A në zanë 5 herë Allahu Akbar, kur gjonë? Bile 4 herë në fillim, edhe djerë në barim, 6 herë, 5 e zona ka 6, 30 herë në ditë, qatë fjallën inë, me i thonë në gjematit, hajde bura në punë në gjematit, që shinin gjamishti, kejtë për njerë, Allahu Akbar. Skoqa, vdekje, që që momenti, Omeri ka kalu në islam, Rasulullah i vetë, kejtë sahabët për njerë, inspirim, disponim, Allahu Akbar, kejtë Allahu Akbar për njerë. Dhe ja Rasulallah, pytje, ushtar, kar ka kalu në islam, më një herë, ama dekretin e punës, a jam punë po, dekretin. Alasna ala haq, tha jemi në të vërtetën, tha pore, po ja Omer, jemi në të vërtetën. Rejsu Arabati, tha këto qafirat me ke 10 milion, Arabë 10 milion në botën Arabe, që kjo dit i ka pas 10 milion banor vetëm Arabë. Tha këto 10 milion, a janë kejt në batil? Tha kejt janë në batil ja Omer, tha quja Rasulallah. Qënë kom? Jo urdhë, po lutje, qënë kom? Qënë kom? Ju qërë kejt qënë kom? Qënë kom, o meri po thot qënë kom, kejt në kom. Di reshta. Hamzës tha, o agja i Rasullullah a.s. I parin shmajt. Shka do me thonë i parin shmajt? I radhës shmajt i pari. Unë do t'jem radhën e gjath i pari. Qënë kom? Cele derën? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Tha, ku me shku? E shka me bashkë? Apo shkojmë qabë me bota dha. Ku me shkujnë qabë me bota dha? Fe bo gjehli, walidi, u me ibn Khalef, Uqba, Utba. Këto kejt janë të pira kiu këlla puta me vetë. Së më intereson heq. Së më hin nu dhe as pak se shka në të bo e ba gjehli, as shka në të bo puti ati. Së më hin nu dhe as një tro shka me ndonë filoni, edhe shka me ndonë filoni. Ta dhafa këlla qabës. Ta dhafa me shku me bon këlla qabës. Ka dal herifi. Ka bo të dhafa rahat. Kejt krenat e gjahilave të ullën të poshtë, kok ullën, qafat e preme, qafat e ative trimeve mushrik, shka veç përpet dishin me këshir, e këshin ngull Turinin në zal, të e këshir Omerin edhe Hamzën ka po ban i badetin e vetë në mënirën ati shka qef, e bo gjehli i tha shokve vetë. Lëkat saba Omar, Omeri ka na prish o bura. Omeri ka na prish tha, mas i ka na prish Omeri tha, la tasban në Kurejshën kulleha, kejt Kurejsh më prish kënë mo. S'po jitë ka asnjo, po këto kanë prit, kisit prishet, mos i prishet ki qertë, mo po se po, u prishin kejt si Omeri, ja Rabbel Alemin. Ka na prish Omeri. Ish prish Omeri, edhe mos i kejt prishen. Prishen burra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja ka pranu lutjen, të dashurit vetë, kër i ka ngrejt dur, ka thonë, me njonin pi Omerave, një moj e këtë din, i dhe gja a Nasrullah, në fut në radhën e ndihmës Allahut, edhe ki mashkull e hin, ditën e hijretit. Rasulullah i ka dalë hijret natë, Aliun e kalon shnatën e vetë, mi bo do pun nesër, sahabët fukara, lisht, dëbët, mdhaj, trima, luftetar, pa luftetar, kejt për para, Rasulullah a.s. i mrami, aj që ka përësi zotit ashtu me dalë.
As du merrin di shakin e vet. As një tijreti, as muhabet i paran. Shkojnë ato galja madhe shumë. Unë kur tu shkoj, pse kështu atë u veç vet? Mas pejgamberit alayhissalatu veç vet. Për mua s'prish punë. Këto qert kej duhet me shku të organizum se vetë se ne bojnë. Për mua nuk prish punë. Unë kur du për mua që e ludha. Pse? Nuk ka vizë. Faktikisht këto burra me konë gjallështi, këto në haqillëk shkojnë pa pasaport. Ki tip, ki kalibër, nuk shkojnë në konzulat me liv vizë. Këto vesh nisën për shpije, kur të mërijen kufinja gje, drejt për mirom ka përcej. Nuk vesin faktikisht, se nuk e pranojnë këtë sistem të kalpt. Unë e du me shku në haqillëk, edhe ti du me shku në haqillëk me mua qish du unë e hamune me shku anë ti, hop. Shka mu folme, shka thave, s'mora vesh, anglisht kja kjo. Jo, mëra shqipa. Jo, shtim fole anglisht. Unë e të më falesh, unë anglisht nuk e di. Jo me shqip fole, edhe njëherë, pra prosit e takshirin, cilën gjumë fole se nashtë e mos jam koni trubull. Në haqillëk, si të shkoj unë edhe ti ki me shku qish du unë. Qashtu ki me shku. E valla anglisht. Kujtova që për një mes ka anglisht, ama anglishtën se di. Nuk e kam studiu këtë. Këto Omera, Hamza, këto anglishtën se kanë ditë këta. Këto nuk e din shka të me thonë pasport. Këto nuk e din shka të me thonë vizum. Këto nuk e din shka të me thonë gratis. Këto nuk e din këto se din, si kanë mësuk. Këto cëllën gu e din. Këto ka thonë qelë ma udhën për në qabe me bota vaf. Hecë për para dhe hinë. Mrejna për në të vaf. E bugjeli shka me ndonë, s'prish pun heq. Allah, bura. Rijal, Allahu ju ka thonë Kurani Kerim. Rijal, la tulihihim tijara. Bura, të cilët nuk i tradhton anë mashtia. Nuk i tradhton. Në gjrat, kejt kanë shku, arifi dil me ke në bazar, hu vetë musliman, asë një musliman me ke hu, kejt ko për 10 milion, dhe në bazar, blen, qërë kanë shku pi zullumit, kanë shku pi qitekit, kanë shku pi maltretimit, dhe në bazar, blen, vend të shpia, shkon, hi, rahat, veç vetë një njëri, në mesin e 10 milion, një dit, aj kur ka dash qashtu, kap shpatën dorë, drejt e qabja, jo mas kodre, jo në nod, jo në terë, jo mas kodre, jo me agenta për para të qelma një udhën, jo me truproj, jo me karatista, jo me kung fuista u kolla veti. Drejnë qabë, 7 herë të vaf. U kolla qabës, edhe helvete më s'ka dikush që po me ndonë se pudel që ashtu të rëshit, që barëm që avvaj me dije. O ju shka jenin kufrë dhe jenin dalalet, jenin humbje. Ja ba gjahal, hapi vesht mirë me shok të tu kejtë. Edhe ndërgjot, kush don me elon gruën pa burr, edhe kush don me elon nonën pa gjak, edhe cullt kush don me elon jetima, unë po shkojnë me dine sot. Edhe që pik këto drejt për nisna. Urdhoni. Një hunja. Jo buranja, di. Ki edhe Allah i ve. Jo nja, di. Ki, Omeri me Allah i në vet. Kështu po. Qështu po, ama me analogjit e sotit, bashkohore, fitore, politikisht kore, fitore, komtarisht kore, fitore, fetarisht halama kore, fitore, e kur kujt s'po i shkon për dore, fitore, në kejt fushat hore. Qka kjo, ku janë mashkit marabura? Ku janë njerëzit e? Ku janë ato shka stutën? Ku janë ato shka s'kanë frikë? Ku janë ato të vakëfi? Qka vetë vetën ja ka qitë, sukura i qetëri shka ja kalon arën vakëf gjamiës, njoni ja kalon Allahot vetën vakëf. Ku janë? S'ka fitore pra. Mos u luhat një burra. Nuk ka. Edhe nuk ka dhe shkurt. Allahu Gjelle Gjelalu u kuj ja ka dhonë fitore, i ka nuk kushte. Kush i ka plëcu kushtet, gjom në njo. Shka i ka plëcu kushtet edhe se ka fitoren, gjom në njo shka si ka plëcu kushtet edhe ka një mu Allahu. Vesh nja, kur dalë mi pijamije, njo dalet të më thoje, filoni nuk i ka pas plëcu kushtet e Allahut ka fitu, filoni i ka plëcu e s'ka fitu. Gjom në njo. Kur ndodhe kjo ja Muhammed, si Omeri, e Ubejdi, e Khalidi, e kanjat kalojnë të në islam, kja Nasrullah. A fethi shka ja Muhammed, fetah ash atëherë kur njerëzit fise kalojnë në islam bashk, cëla fisi për njëherë. Shka të bajnë shtiq atëherë? Ti i kje ja Muhammed disa dëtira me i bo. Kur ta shifësh ketë, kur ta përjetojsh, i ki me i bo disa dëtira. A do dëtira janë? Fasabbih bihamdika
wastaghfirhu. Thuaj subhanallah edhe thuaj elhamdulillah. Sa gjona ti dha? Di. Cilët kanë? Ndihmën edhe shpalljen. Pra di gjona ti ti bësh. Thuaj subhanallah, thuaj elhamdulillah. Di me di. Thuaj subhanallah edhe thuaj elhamdulillah. Njëja sa bolla? Vesh subhanallah sa bolla? Jo. Nuk ka boll. Subhanallah me këta kur thuaj çka ke thonë Muhamedi o ti musliman, me këta ti ke kallzu se Allah i jot është larg prej çdo pakice, prej çdo paksimi, prej çdo noksanllëki. Këtë cilësitë aty janë plota. Këta ke vërtetu subhanallah. A kur thojsh elhamdulillah, çka ke bë me këta? Me këta ke kallzu se në atë mënyrë me të cilën don Allah i jot ti me falënderu s'ke qenë. Pra tu dia ti bëj. Thuaj subhanallah edhe thuaj elhamdulillah edhe pak shtoje. Di me di edhe pak tepër. Në Kur'an gjithmonë që shtoan, di me një edhe pak tepër, di me di edhe pak tepër, 3 me 3 edhe pak tepër. Thu se lëna për argumente kuranore për këta se anë që shto? Pa i na gja fëllë. E ka maru qapër, ma i sëbrami, shka tha, ma i sëbrami, edhe pak tepër, apo? Edhe një ren, a ka që shto ajo? Edhe një ren. Qëtri shembul, a ka i gjallë dhe ajse pak tepër, sa duhet edhe pak tepër? E po mirë, Allahu në Kur'an i Kerim ka thonë shtu, lilledhina ahsanul husna. Që to shka kanë bo mirë hinë gjennet nesër. Kjo anja me një. Që ato shka kanë bo mirë, musliman kanë bo mirë hinë gjennet. Kjo një me një, edhe në vëzijede, edhe pak tepër. E shka ke tepër? Edhe në kanë me mpa mu. Pra qka ke qeni mirë, ki me hinë gjennet. Edhe pak tepër, me po Allahu në gjelle gjelalu. Pra, diti kemi dhonë, ndihmën edhe shpallin, njerëzit kanë kalu në islam një nga një, e ma në fond fise kanë kalu i ki pa mësi. Bani dit punë pra, thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, fesebbih bihamdi rabbik. Edhe pak tepër ban. Shka në kjo edhe pak tepër? Na për mësojmë. Një në edukatën tonë, na të kemi eduku. Thuj astaghfirhu, thuj astaghfirullah. Subhanallah, elhamdulillah, edhe thuj astaghfirullah. E pse astaghfirullah? Innehu kane tawwaba. Ka pas vejt me thonë innehu kane gaffara. Se mas fjallës istighfar, është fjalla istighfar, është e lidhme me fjallën, me cilësinë Allahut, të cilën është gaffar. Po ka thonë innehu fastaghfirhu innehu kana tawwaba. Për xhamatin kjo puna e ran, pa këto më konë në xhallar kur të ngojnë ato më në herë këto punë, i kuptojnë më në herë. Thon thuj astaghfirullah. Fjala astaghfirullah është e lidhur ngushtë me gjunohin e robit. Kur ban gjunah robi, ban astaghfirullah. A kur të bëja tauba, e cila fjalë ka ardhur në fundin e surës, innehu kana tawwaba, kur të bëja tauba nuk është prej gabimit që ke bë, po prej rrugës që e ke humb. Muslimani kur të bëja tauba, pse ban tauba? Ban tauba, a fjala tauba do me thonë këthim, do me thonë ka hi keq, ama halas ka gabu, veç pse ki hi keq nuk ke gabu ti, apo? E kur shënohet gabimi? Kur të hish me një soka keq, e ato qërë të thujnë mës shkota ne, se nuk bani ke hi gabim, e ti e bosh kokfort, nuk e ndëgjon, e hin hala ma fel. Pi që tu e tane do istighfar, a veç pse e ki gabu rrugëm, pse se ki dit adresën mirë, nuk ta shkru në Allahu Gjelle Gjelalu. Tauba që sa i thujnë, me këthi sa s'ke gabu, a kur se istighfar i thojmë na mas gabimit, e thonë fastaghfirhu. Po mirë, Rasulullah ka gabu që me boj istighfara? Nuk ka gabu, po istighfari për nga meri qka është? Rritje prej gradës e në gradë. Rritje prej gradës e në gradë. Sot në atë vend ku ishte aj, i bante Allahu Gjelle Gjelalu hamd. Allahu Gjelle Gjelalu e qënë të 100 manal, thëj ka astaghfirullah, li akfira lak Allahu ma të qaddame min dhambik, wa ma të akhar. Ti ke gjunat e falun atë kalumët, edhe ato shka të vinë. Në faktikisht nuk ekzistojnë të ti shka vinë. Nuk ekzistojnë të ti shka vinë. Se ti e i mbrojtën, ti nuk ban gjuna. Ti e i mbrojtën nga ona jeme, ma i spari e i mbrojtën prej dorës njeriut. Nuk ka me të prej shpate akuj. Nuk ka me të prej dore akuj. Nuk ki me vdek prej dorës njeriut. Unë të garantoj tije, këtë fjale ka lezu një grue, që këtë fjale, Wallahu jasimu ke minan nas, unë të mbroj prej dorës njerit. Ti vdekja jote s'ka me qenë prej dorës njeriut, e ka lezu një grue pe Belgjikës, jo muslimane. Tu lezu historit për nga merit, ka ardha jeti, e ka lezu edhe anal, e Belgjikës, jo muslimane, jo gratë tona. Ka thonë wallahi, që kjo grue, a shenu kjo fjallë libra në histori për gjithmonë, fjallë e kësaj grue belgjikane, krishtere me din. Ka thonë, ki njeri, nuk ka i thjesht, edhe ka vazhdu fjalli dhe vetë të poshtë. Ka thonë, me pas qenë ki njeri i thjesht, u dashke me qenë qa që dobet, sa që me traftu vetë vetën. Mas këti ajeti që kete kanë zerë, ka thonë, qish me traftu vetë vetën?
O Rasulullah i faktikisht janë konë të erujt, ka pasur ujtarët e vetë, e ka pasur uprojën e vetë. Në ditë për ditëve i ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, ja Muhammed, ja juha Rasulu, bellig ma unzile i lejke minë nas, fa in lem të falë, fa ma bellig të risaletehu, wallahu ja asimu ke minë nas. Unë spjegoti, a unë prej dorës njerëzve të mbroj. Ka dalë prej qadrës vetë, e ka qitë krinë edhe ju ka thonë ative shka kanë rujtë, shkoni të shpija. Dhurpseja Rasulullah ka thonë qëtër kush e ka morë përsi për rojën teme. Ka thonë kjo gruja e Belgjikës kër e ka lezu këta jetë, ka thonë wallahi ki me paskon njeri thjesht, nuk e kishtë rallëtu vetën, se këtu nuk kanë lojë. Rojtarit mi thonë shko, a kjo do me thonë anë miku me shfrizu rastin me ardhë me kri krimin e vetë. Kjo qështu e ka kuptimin. Shko ti mo më së mruj, e kur morin vesh anë miqët që mos ta të mruj kur kush, e shfrizoj rastin me e bo punën e vetë. Tha këtu njeri e trallëton vetë vetën kësi rasti, apo? Tha wallahi ki me pasqenë kësisoj nuk e trallëtë ke vetë vetën. Pra e dini ka thonë kjo belgjikjane, pse ki njeri i ka thonë aritarve shkoni, me ajetin se shumë i bindun, se ai shka i ka thonë unë e truj, i bindun ta se për një merë unë, mas i ka përmtu. Kja për nga mere Allahot prej këti momenti, unë nuk jam mon fernë shka kam qenë, prej deri tash jam muslimone, prej tash jam muslimone, dhe sot e ma dit, jap mësim kjo grua në Universitetin e Bruxellit. Ashtë profesoresh, jap mësim në Universitetin e Bruxellit, ka kalun islam, me shami jap mësim, ju motrat e tona, ju gratë e tona, ju bijat e tona, me shamit bardh jap mësim, me dorzat zeza jap mësim, me mantil gat jap mësim në Universitetin e Bruxellit, për shkak se islamin në Belgjik, edhe në Austri, edhe në Hollandi, është fe shtetnore, e mbron shteti, sukur shka e mbron edhe feën e vetë. Gjermania këta se ka bo hala, Zvicra këtë spun se ka bo hala, disa shtete e kanë bo, jap mësim me shami, nuk e nin vetën poshtë, po e nin vetën larkë. Edhe kjo është një ndihmë prej ndihmave të Allahu Gjelle Gjelalu, që ja kam premtu një ditë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë më në fund kur të vinë këtë të gjona kur të shifësh, thuj astaghfirullah, thuj Zot më fal, innehu kana tawwaba, Allahu Gjelle Gjelalu i fal gabimet, o Zot po të lutemi gjatë muajit Ramazanit. Edhe para Ramazanit çka kemi bë gabime këtë me na i fal ya Rabbel Alamin. Gjatë muajit Ramazanit çka na ka rshit goja, na ka rshit dora, na ka rshit kam. Kemi gabu Allah i jon gabime që ti nuk i don. O Zot na i fal të gjithëve. Kejve grave, të cilët gjatë pregaditjes, ushqimeve, gjatë pregaditjes iftareve, gjatë pregaditjes sifireve, kanë bodën një lishim, kanë bodën një gabim, kanë bodën një mërzi. O Allah i jon ja u fal kejve ya Rabbel Alamin, dhe shtoj javë se vapët. Muslimanve anë e manë botës ka janë sa kanë agjiru Ramazanin, kejve kabul. Ative shka nuk e kanë agjiru. O Allah i jon, ban javë nasib të din shfar krimi kanë bo. Ban javë të mundën të din se kanë dalë prej shinës trenit tanë, o Allah i jon. Ban javë nasib të din se pa hip në trenin tanë qarësa. Abdullah ibn Rawaha e ka fol një varg, një poezijës, ka qenë poet islam shumë i bukur, ka thonë, kullu ibn untha, wa in talet selametuhu, ala aletin hadba'un mahmulu. Me këta po e mbyllin dersin tonë sot. Ka thonë, kejt gjem të femnave. Gjem të femnave kush janë? Kejt gjem janë të femnave. Ka thonë, kejt gjem të femnave. Sa të dojnë tjetojnë gatë, një ditë për ditëve pa hip në krajin e qetrit sa qare. Kura krajin qetrit? E ka spjegu vetaj. E ka spjegu vetë, ishë më se lëllë kokër, u ta spjegu ishti. Ka thonë, në të sanëkin shka me gërmë. Në të sanëkin shka me kulmë. Ka thonë, kullu ibn untha, wa in talet selametuhu, ala aletin hadba'in mahmulu. Ka thonë, kejt gjem të femnës, me qenë se sa të dojnë tjetojnë gatë, pa hip në të sanëkin shka me kulëm, me u bajt në krajnë që tërkuj sa qare. Pra që ato shka se ka një Ramazanin. O Allah i jonë, bën një të mundër që këtë pun të adin. Sa të dojnë tjetojnë gatë, sa të dojnë të bajnë menën nalë, sa të dojnë të mahën koklarë, sa të dojnë të adin, sa të dojnë të mahën e shka kanë jetë mumbajt, ban jaftë mundun të adin se një ditë pidinve pa hip në krajnë e qetrit sa qare. A ditë shka të hipin krajnë e qetrit, ndrojnë raportët e dimi a Rabbel Alamin. Ndrojnë raportët atë, ama shumë interesant tash se kanë thonë ulemat, gjemati kur ta qojnë të vorat njerin, qaq sinqert ato gjem duhet me konë shka ta bojnë. Kanë thonë, qaq sinqert duhet me qenë ato gjem shka ta bojnë gjenozën, nuk duhet me bëha i gare, kur t'janë gjitë të zdrunit të butit, dush me janë gjitë me sinceritet kur t'il shatë bismillah, wa ala millet rasulillah, edhe me majtë, në kra, me kom i gujtë fort, mës me të rëshit komt, anakëll a dishkon, se kanë thonë ulemat, shka bëhët a thu me ra gjenozja pita butin në lëqë. A thu, qërë, e kanë morde, qështu, do, loj, si qëra të punë, ka thonë, duhet me latë e kra, duhet me gjutë e shpija,
me zhvillu të ekran, e me morë me la, me ujdis, qështu kanë thonë në mod. Pra për qatë, thuj bismillah, u ala millet e rasulillah, ka pedrunin me sinceritet, merja vlaut mirë, dërzoja ati qetrit, ka dalë, mës t'i bera ati në tokë. Pse këto? Pse këto kejt këtë muhabete? Me i kalzu kësa i bote, se ati si t'hipësh s'ka të mas mo. Si t'hipësh ati, s'ka mo të mas. Vesh për qiket, për kur që gjithërë. S'ka të mas mo dhe njëherë me arë me ninu. E po bura, po du me spjegu fjallën e fundit, s'ka të mas. Shti, a ka të mas mo për qiket Ramazan kush do me ninu? Mendoj se bolla, apo? Kjo është fjale a jo në fundit e dersit Ramazanit, vitin 1995. Prej juve faleminderit shumë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ja fshtoft sabrin e adhurimin, edhe kemi një porosi prej sot 24 orë, deri në esër 100. Në esër 100 apo do t'jemi në kursi. Ama ders nuk ka. Në kursi apo do t'jemi. Pra kemi dëshirën tonë, edhe kemi qef me na i plotësu këtë dëshirë. Prej ditës parë Ramazanit, e deri ditën e sotit 100, çka kemi bë ders. Kemi për nesër ja kemi lanën kursin lirë, pyetjeve dhe përgjigjeve. Me kusht, me shkrim. I bini pyetjet e juve me shkrim, i linin kursin tonë këtu pi sot deri nesër. Nesër në çiket vakt, mas namaz gjinjes, hipmin këtë vend prap, edhe i mbledhmi letrat e juve, edhe ju përgjigjemi në pyetjet, edhe vërejtjet, edhe pyetje, edhe vërejtje. Na kemi qef me na i spjegu këtë gjë si ka dhëreni me spjegu këtë Ramazan, edhe kemi këtë vërejtje. Ti e ke bo kështu, ka pas vejt, a konë mirë me e bo qështu. Ashtu që na prej vërejtjeve juve, rritemi, bomi të mëdhej, mësojmë hala ma shumë. Na prej kritika, edhe kritika, vërejtje, kritika edhe pyetje, që këtë ke pas me ven, këta se ke pas me ven. Si dush me emën e me mbe emën, si dush pa emën e pa mbe emën. Nuk na intereson kush ka thot, neve na intereson me i pa na përmet gjematit, i cili na ka nguni muj gabimet e tona. Cëllin gabime kemi bona, mës ta bojmë ma të krarë. Shka ka pas vejt me plëcu, ta plëcujmë. Cëllin e kemi bo tepër, ta lom në kësan. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu gjematin dërshëm, ju më shirov të rahmetin e vetë mbi ju e zbritet, mbi fmit e juaj, mbi familit e juaj, mbi ative shka na kanë ngun kaset, derin Mitrovica gje, edhe për ata të gjithë, dvogli edhe të mëdhej, gra dhe burra, e lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që Ramazanin kabul, tja u banë. Për ato shka na kanë bo pyetje në radio gjatë mujtë Ramazanit, jemi mirë njohës të mëdhaj, pyetjet e atine kanë qenë me vene dhe të konsiderushme, përgjigjet e tona kanë qenë ashtë sa kemi pas në mundësim si pas diturijës tonë, modeste, dvogël të kufizuar, ashtë me u përgjigj. E lusim Allahu në Gjelle Gjelalu që të në mësën prej Kurani Kerimit, shka se dim dhe të në imtek gjona që ka i kemi harru. Lillahi l-Fatiha.